الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dashur vllazër dhe motra, falënderojmë Allahun dhe mëshirën e Tij. Falë mëshira Allahun dhe mëshirën e Tij mbar pejgamberin e veçantë i bunë të gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu falë për shokët e familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në fund. Ne gjithmonë kur ka qenë me luti e kemi pasur pesë dhe krejt a i kartuar po krejt e mahal ishtë të bua ti në gjamë. Dhe shka po shak sa të rëhëm këto, vërtet, si kur dikur motit, edhe son dhe ti të bua gjithë bashkarisht ta përkujtojnë pejgamberin tonë apo punën e gjithë pejgamberëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, edhe përpara, kur ka qenë me lutin nuk ka vetë kërkush në shtëpia. Edhe sonte në po shoh se gjithë jemi të bua këtu për një qëllim të vetëm. Pra, ta përkujtojnë pejgamberin tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Amin. Unë nuk duhet të zgatem shumë, sepse ai i cili do të na majë dhe ligjërat është imami i Tiranit, zotëri Muhammed Ilaini, por duhet të falenderoj hoxhallarët e tjerë të cilët kanë gjetur kohën që bashkërisht bin selavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bashkërisht ta përkujtojnë dhe inshallah ashtu siç jemi bashkuar sonte këtu, gjithë bashkë, ti dërgojmë selavat, ta përkujtojmë pejgamberin alayhis salam, inshallah bëhet sebeb që ta kemi shehvatin e tij apo ndërmjetësimin e tij në ditën e Kiametit. Dhe inshallah ashtu siç jena bashkuar sonte ta përkujtojmë, inshallah na bashkon Allahu te në shënu që jemi në shoqëri me pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithë ata të cilët janë bëu sebeb që sonte të bëhemi këtu. Për këtë mënyrë, inshallah Allahu xhelle xhelaluhu i gradon dhe inshallah Allahu xhelle xhelaluhu na pranon këtë vepër të mirë tek Allahu xhelle xhelaluhu. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falenderojmë Allahun e rahmetuar, krijuesin e të gjitha botrave. Përshëndetjet dhe salavatet qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të dashur, mbi sahabët, shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata që e kanë pasuar dhe ata që e pasojnë udhëzimin hyror deri në ditën e gjykimit. Amin. Të nderuar kolegë, imam të respektuar, të nderuar xhamat, antarët e Këshillit të kësaj xhamie, vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen islame, kuranore, përshëndetjen e xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Para disa ditësh pata kënaqësinë time që në qendrën islame kulturore të Tiranit dhe pres dy persona të antarë të xhamie, pra
Velovici, edhe ata më banë thirrjen nëse ke mundësi Muhidin Efendi me marrë pjesë në lutjen tonë të xhamisë për ditën e sotit, pra sot, me 22 shtator. Elhamdulillah, falë Zotit, të datë që vojë mirë, edhe me gjithë dëshirit e pranova që të marrë pjesë së bashku me kolegët tonë, pra me këtë lutjen tradicional të këtij vendi të si të kësaj xhamie. Shqyrë rasin, ta përshëndesim edhe Vunet e Efendi Pishtarit, imam të nderuar nga Shkodra, i cili sigurisht ka dhënë kontribute për të xhamin, duke punuar bashkë me Gzimin, i ka bërë disa punë, Zoti e ka krijuar në punë të mira, inshallah vazhdon atë në Zotin. Pra gjendemi në muajin e Rrytit, muajin e rindes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne sot gjendemi që jemi duke luftuar maksimalisht, sidomos ne imamët, që këtë traditë tonë të vjetër ta së bashku të organizohemi dhe të japim një përkrahje maksimale dashurisë ndaj pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai, edhe pse ka prej bazëve tonë, duhet të përmendim një ato ndryshime, ato dallime që thojnë se me lutje s'është kurrë. Në të tupim kohë, natyrisht, me këto thënie të pa baza, mirë po neve si imam, si trashëgues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kemi obligim që fjalën e pejgamberit alaihi salatu wassalam, sunetin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, maksimalisht ta mbrojmë dhe të jemi gjithmonë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kam kënaqësi që gjendem në mesin tuaj, në xhaminë e Besit, në xhaminë ku ka veç disa vitesh bashku me kryeimomin e krajës, si edhe me antarët këtu, së bashku ja kemi hungur themelin. Kjo xhami, si ditën e parë edhe sot, është duke reflektuar, pra ky luri që ka me vërtet, inshallah, do të zgjatë deri në ditën e gjykimit. Ne dhe sonë të këtu jemi të tubuar, jemi të rrethuar me laqe. Një hadith kutsi, thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, Allahu xhaleshanu nuk ka krijuar me laqe pa gabim. Ato e kryejnë punët e tyre pa gabim. Ka shumë me laqe që ka krijuar Allahu xhaleshanu. Dhe një rrugë prej me laqesh e kanë obligim që ku bahen tubime fetare, ku lartësohen Allahu i lartëmadhëruar, ato me laqe shpërndahen dhe i hapin krahat e tyre prej tokës deri në qiellin e parë, do ta mbrojnë atë grup besimtarësh nga çdo e keq. Pra në këto momente neve jemi në mbrojtjen e Allahut të Madhëruar maksimalisht, sepse me laqe ne kanë marrë obligim që të na mbrojnë neve nga Allahu i lartëmadhëruar. Kur përridhet tubimi, kur ta kryejmë neve gjenja si pra në tubimin tonë, atëherës me laqe do të kthehet në qiellin e parë dhe do të pyes i lartëmadhëruar, ku keni qenë? Keni qenë në final tubim. Qa keni ndëgjuar aty? Qa keni bën? Thot aty i kemi ndëgjuar besimtarët, të cilët të kanë lartësuar, o i madhi Zot, të kanë madhruar, kanë thirrë popullin që mos bëjnë shirk ty, kanë thirrë popullin që të besojnë ty, kanë thirrë popullin që të ndojnë të dashur të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
kërkon ai popull? Allahu I thot me rashin, çfarë kërkon ai popull? Ai popull kërkon xhenetin. Neve kemi ardhur për të kërkuar xhenetin. Për në qenë të lëshuar me Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Ai që I kërkon sinqerisht xhenetin, do ta ketë xhenetin, thot Allahu I madhruar. Qa kërkojnë tjetër? Kërkojnë të janë të mbrojtur nga zjarri I Gjehenem. Allahu ja I përgjeshën, do të jenë të mbrojtur nga zjarri I Gjehenem. Vazhdojnë me lafë, o I lartë madhruar o Zotë, në mesin e atyre dhe parë një njeri që për herë parë ka hyrë xhami. Kuris ka qenë xhami? Ka kaluar dhe të afër xhamis edhe është futur xhami. Edhe atë do të mëshiroj thot I madhi Zotë. Qa kërkuan halal, thot Zoti Merace, kanë kërkuar falin I madhi Zotë, që ne këtë një kalutar, në të bashkë kemi artë që ndutemi, të kërkujmë Allah që në e falë në kapë. Allahu thot, të falur janë të gjithë. Inshallah neve dalim gjithë të falur nga kjo xhami. Inshallah ne falë gjithë neve me kapë, edhe qysh jam I xhami bashkë, Allahu në të bonë, inshallah në xhenet më të mirë. Amin. Ishte duke folur pejgamberi alayhi salatu wassalam në një xhami, në xhamin e tij, në Medinën e Shpejtshme. Duke biseduar pejgamberi alayhi salatu wassalam, vjen një person I panjohur, edhe kërkon prej xhamatit, ku është Muhamedi, cili është Muhamedi? Muhamedi është ai I ulri në çoshe dhe I afrohet Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe e përshëndet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e përshëndet pasëron, atë nga qenë përshëndeti pasëron. Mandej I thot Allahu atij, I thot pejgamberit që Allah e ka ndruar në I thot mirë dita o I nderuar. I thot pejgamberit këtë përshëndetje Allahu e ka ndruar në përshëndetje shumë ma bukur. Assalamu alaikum. Edhe e ka mësuar, tha assalamu alaikum. Një njëri thot I ditur, që ka dit me bon pyetje. Qesh ka pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam? I thot, o Muhammed, kush e ngriti qiellin lart? Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, Allahu I madhruar. O Muhammed, kush e krijoi tokën? Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, tokën e ka krijuar Allahu I madhruar. O Muhammed, kush I ka ndërtuar kështu precis këto në mënyrë precise, këto kodra dhe male, këto pejzazhe të bukura, thot Allahu I madhruar. Vazhdon, o Muhammed, a Allahu I madhruar ty ka dërguar si pejgamber tek ne? Thot po. A Allahu ty ta kam bërë kusht që ta falish të namazin? Po. Ta japish zakatin? Po. Ta agjerosh Ramazanin? Po. Ta kryesh haxhin? Po. E kreu pyetën edhe duhet. E thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, sa dërte ke folë të vërtetën, nëse je I sinqert, Allahu thot ka mos përbjërë me xhenet. Ta I ka dalë. Pra, ky shembull na jep që të kuptojmë se neve si krijesat e Allahut të Beshanu, ata të cilët e pasojnë rrugën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, këto 5 obligimet që shpesh neve imamët I ligjerojmë, duhet sa më shpesh të përkujtojmë xhamatin tonë se janë shumë e rëndësishme. Pra e para, pas besimit të Allahut të Beshanu, gjithë ne e dim që pyetja e parë në botën tjetër kur dalim para Allahut të Beshanu në ahiret është e në salat, ku e keni namazin. Për atë,
Gjithë në dim neve që namazën e kemi obligim, por së falim, kemi të mejë. Dhe tjetër një mesazh i sonte që namazin të falim, sepse namazi është pra kusht, prej kushteve më të mëdha që të hyjmë në xhenet inshallah. Para mos në shoni namazin. Ju që si falim tregu që jeni sezonal si për neve, që vënja me falë namazin. Se namazin të ofrojë të Allahu në Bëshamu, mos vetë ka shërtem e veçantë. S'po flasim për namazin, po dhe s'pjevojmë si shembull që namazi është shumë rëndësi i jetën tonë, nëse do dëshirojmë që të jemi të kënaqur edhe këtë botë për atë botën tjetër. Mesazhi i dytë është gjithë neve e dim që duhet me dhënë zeqati. Zeqati është obligim për gjithë neve që i kemi përsër kushtet që ta pastrojmë atë pasuri që ne ka dhënë Allahu në shanë. Këtë vit ka qenë kusht i ka anash pa borxhe 5.550 eura, kusht i ka anash, e ka obligim ato me i pastrojnë. Ata që kanë borxhe, ata që si përsër këto kushte, ata se kanë obligim me dhënë zeqati. Mirë për shumica e neve përgjithësi, pra i përsër këto kushtet, po flasë shumica këtu, që e tërë jashtë në mos, edhe zeqati me dhënë se zeqati, me pastron pasurin, edhe në bon halal, edhe në halal, në ushqim, edhe familje, edhe fëmi, edhe vetë vetën, atërë dhe kemi vërëqenë në familje. Agjerimi i Ramazanit e ditë si shne çfarë rëndësi e ka, agjerimi shumë i thënë në shagjerojnë, edhe pesta kryerja haqët. Pra haqën është kushti i pest i janë për ata që kanë mundësi me krye, për ata që kanë mundësi, pra nuk dhe të pyjtë Allahu në shagjerë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam si mësuesi janë, ma i mirë janë, ma i dashur janë. Ai gjithmonë është munduar dhe gjithmonë ka kërkuar prej Allahut të veçantë që të na falë mëkatet. Që të na falë mëkatet. Duke e ditur se ummeti i tij gabon, ummeti i tij bon gabime. E dim që ne jemi gabitar para sa më shumë edhe këtë muaj, pra të lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili zgjat sot është pra i 19 Rabiul Awwal, i ka edhe 11 ditë, sa më shumë edhe salavate, edhe më shumë bëjmë istighfar, sepse pejgamberi alaihi salatu wasalam do të jetë shefaqia i janë. Sa herë thonë Allahumma salli ala, sa thonë dëgjoni shumë mirë, sa herë thonë Allahumma salli ala, Muhammed alaihi salatu wasalam shpirti i tij grihet edhe e pranon salavatin që atë dhe i pejgamberit alaihi salatu wasalam. Sa herë jam selam pejgamberit alaihi salatu wasalam, ta kemi dhe të të dim, ku i kemi të varezat tonë, edhe një këshill, sa herë kalon në për varezat, jip një selam të tekur me, ata që i keni të afërmit, tu, nana, më thëmë pritërit, vëzër, motër, këtë të keni të varosën, jip një selam, Allahu në ato momente ja kthejnë shpirt edhe e kënaqur të kthejnë aleikum selam. Edhe sa i aleikum selam pejgamberi, pra edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam na përgjigjet neve me aleikum selam ose Allahumma salli ala Muhammed kënaqur. Edhe inshallah na bën Allahu të mundshme që kur dalim në gjykim, ditën e gjykimit para Allahut të veçantë, miliardë njerëz edhe thot pejgamberi: "E Ahmed, e Gjemal, me emën e mbjerë, ku për dhja në të pejgamberi. Ja, Resulullah, miliardë, që të thire mu? Thira se që ti thot ke thire mu me salavate, ti thot ke thire mu me sunete, ke falë sunete. Sot, jemi duke u pavëdërquar, që mos të imamët, me ndryshimet mëdha dhe për xhami, sidomos aty ku falet me askohet, gjithë kush vjen, pa rregull, pa tërbija që thëna, pa tërbije, pa kujojnë fëmin, falë të rëgjatë, as den, as pyten, as ka rregull, as për cjetë imamin e të në ratë të të ratë. Pra gjithë ata që i bëjnë këto ndryshime në lavime, që të regojnë që si janë rrugë mirë. A i shkrinë gjami, falet me imam, a imamin e ka obligim pra me respektue edhe me nderu. Nëse imami bon me tekbire, ngretur, edhe ti bon me to, s'ka problem.
Nëse imami është shkurton namazin, shkurto edhe ti. Çfarë bëjë imami se imami është përgjegjësi më i madh pra i xhamatit. Ajo është ai edeti i jonë kryesor për namazin që e kryej. Muhamedi alayhi salatu wasalam, mesuesi jonë, më i miri, më i dashur jonë. Na po tregojnë që e dojnë pejgamberin alayhi salatu wasalam, gjithë neve që kemi ardhur, që kemi mund me vende në shtëpia tona, gjithë kemi ardhur që së bashku ta ngrejmë zonin, edhe së bashku ta lutim Allahun xhaleshanhu që pejgamberi Muhamedi alayhi salatu wasalam na dërmete. E do gjitha pra çdo ky i cili pra e thirr Muhamedin alayhi salatu wasalam me salavate edhe me lutje të tjera. Muhammed, a keni parë që turqit shumë pak japën e Muhammed. Për këtyne njerëzve tjetër, po keni të pyetni pse s'tipni Muhammed. Te turqit deri para 20 viteve kush si ka dhënë fëmijët emrin Muhammed. Me pyetur pse ashtu. Ata e ka shndruar drejt Muhamedit në Mehmet. Edhe në shqiptarët kemi shumë Mehmeta. I njëjtë rajën e kanë një quhet, sikur se Muhamedi. Vetëm i ka dallimin. U e Mehmet, Muhammed. Turqit s'japin emrin Muhammed sepse e respektojnë, thonë turqit kërkush se meriton me qenë si Muhamedi. Muhamedi është një. Kurse tek arabët, sidomos janë disa shtete, çdo i dy fëmijë e kanë Muhammed. Filozofia arabe është tjetër, a filozofia e turkit e ka një karakter tjetër, sepse turku gjithmonë ka pas një tërbije të posaçme ndaj popujve të tjerë. Arabët natyrisht japin Muhammed, rregullat mirë me adhonën Muhammed sepse Muhammed ka qenë prej arabëve, Muhammed ka folur në arabe, Muhammed është pa Kur'anin, e kështu me radhë, janë disa përparësi që arabët kanë një vetëm krenar, mirë po në shenë me si parë atje, edhe se tu kërësina. Ma i mirë është i cili është ma i dëvojë që radhim të të Pra, unë e përmendi shpeshe, medrese, ku kam qenë në Prishtinë, në 86-90, vitin e parë kemi pas 4 Muhameda. 4 Muhameda. Deri vitin e 4, asnjë Muhamed se ka kryer medresë. Asnjë Muhamed nuk ka kryer medresë, që probleme ka dalë. Kujtem problem të një Muhammed, turku s'mu me asish me të interesant është. Të ndeshën të vëzër, edhe njëherë, tonë nësi që gjendë në mesin tuaj, Allahu inshallah të gatonë në të bim, Amin. Allah inshallah gjithë neve në falë në katët, Amin. inshallah në konë gjithë neve që jemi të shushuar në botën tjetër me Muhammedin Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Inshallah subhanallahu për atyre të cilët Muhamedi alayhi salatu wasalam na thirrën në ditën e gjykimit me lejen e Allahut me xhenet sepse shumë keni dashur mua, i hyrë për obligimet dhe sunetet e mia dhe keni kënduar shumë senavate, shumë keni dashur mua, thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Si me dashur pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shkurt. Lufta e Uhudit. Kjo është shumë interesant, marrë me. Një grua e ka humbur djalin, e ka humbur luftë të Uhudit, burrin, edhe e ka humbur vëllain. Ma të afër, ma të dashur. Parlament. Na qyshësirëmi me humbë një antarë familjes, me humbë vëllain, djalin. Shumë kush me lesh, humbë kontrolën, bile shumë prej neve, bërë nga me mëdhaja në katëre, nëse Allahu në sprovon ma të sprovon. Edhe, shka të thotë kaj, ajo, natyrisht shumë një ranë, por kur e shetë pejgamberin, që u paraqit pejgamberin, ajo në ato momente e ka haruar, edhe vratin e vetë, edhe bashortin e vetë, edhe vllajin e saj. Thotë, po Muhammed të shqyqyshit pa ashtu, ma hoqë dhimin ndaj fëmiu tim, ndaj vllau tim dhe ndaj burrit tim, bashortit tim. Pra dashurinë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam është shumë e madhe. Edhe ne duhet që të tregojmë ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam dashuri shumë të madhe. Si ne desh pejgamberin alayhi salatu wasalam? Si duhet pejgamberi? Po vaje me thonë duhet. Pra me fryja apo sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra me fryja ato urdhrat e pejgamberit alayhi salatu wasalam.
me gjithmonë me përcjell dhe me punua sipas veprave dhe thënieve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu duhet Muhamedi, kollaj në duhet edhe se përmendje dhe një jetë në Ramazan, po se si që kemi lërë rasin, një jetë të masë të shkërë, e kështë më radhë që pra pejgamberi duhet pra për çdo ditë. Duhet çdo ditë që të përmendje dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam, sidomos ata që falë namazet, pra nuk shmosh mos të përmend salavat e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Pra, neve po dëshmojmë gjithë këtu që e dojmë Muhamedit alayhi salatu wasallam, neve po dëshmojmë gjithë këtu që kërkojmë falje nga Allahu dhe Shanu për mëkatet tona, neve po dëshmojmë këtu gjithë dhe dëshirojmë që Muhamedi alayhi salatu wasallam të jepë neve shefatësi në botën tjetër. Ne lutim Allahun dhe Shanu që na mëdhatoj të gjithëve, ne lutim Allahun dhe Shanu që gjithë neve na jepë shëndet, harmonie në familjet tona, inshallah na jepë vllaj shlosh të mirë, të edukuar, ne lutim Allahun dhe Shanu që na mësoj të jemi prej atyre që i respektojnë prindërit tanë, e cilët janë të vjetër dhe jetojnë në ne. Shpesh unë e përmendi dhe i thras, sidomos e rinj, të keni respekt dhe prindërve tuaj, sepse nëse nuk e mirni halal prej nanës ose prej babës, edhe namazi juaj, edhe agjerin juaj, edhe haxhi juaj, edhe xhihadi juaj, nuk ka vetë nga Allahu të rëshanë. Agjerin si ka pra prindërit. Prindërit të i respektojnë, prindërit kur më sërtojnë edhe i përgjithmonë pra me fjalë të hënda edhe me fjalë të bukura. Pra këto janë mesazhet të pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu inshallah shor me shirën e tij gjithë bashku bëjmë lutje Allahut që të alësoj vëllezërit e tanë në Gazë, në siç në Palestinë, duke marrë parasysh se janë duke kaluar shumë momente të vështira, e dim të gjithë se është duke u përdorur gjenocid në Palestinë, në këtë shekull 21, në këtë shekull modern, siç po i thojmë neve, para syve të gjithë njerëzve anë ballkondës janë duke u vrarë fëmijë, duke u vrarë pleq dhe duke u vrarë njerëz të pafajshëm. Që 19 muaj është duke zgjatur lufta Palestinë. 14.000 vete janë të mbytur, 16 fëmijë janë të mbytur. Këto shërime tregojnë një dobësi të madhe të popullit arab, duke ditur që arabët e kanë rrethu Izraelin. Izraeli ka krijuar shtet Palestinë, gjithë neve e dimë shumë mirë. Kjo është një poshtje, një dobësi e madhe të gjithë popullit arab, i cili të cilët ja hapin dyrë cionistëve të bëjnë gjenocid dhe të mbysin fëmijët e pafajshëm dhe gratë të burrat në Palestinë. E lutim pra Allahun inshallah që t'u alësoj që ta ndaloj këtë luftë të pafajshme ndaj vëllezërve dhe motrave tonë që tonë inshallah në Palestinë. Amin. Për atë obligime kemi që sa më shumë bëjmë dua, edhe të lutim Allahun dhe shanu që lafën t'u alësoj. Lutim Allahun dhe shanu që në mjatoj të gjithë inshallah në shëndet, harmoni, lumturi dhe gjitha të mire dhe inshallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.